kush po e fiton luftën në Iran? Sinkron Trump për luftën. E ka ndryshuar pak opinionin Trump, nuk thotë që mbaroi, lufta ka mbaruar, por thotë humbi shumë thella. Sinkron. Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran, and these have been mostly commercial and military targets. We've achieved a 90% reduction in their ballistic missile launches and a 95% reduction in drone attacks. We've also attacked the places where they manufacture the missiles and the drones. More than 100 Iranian naval vessels have been sunk or destroyed. As you know, we attacked Karg Island and knocked it literally, destroyed everything on the island except for the area where the oil is, I call it the pipes. We are aggressively dismantling Iran's defense industrial base and ability to rebuild its missiles and drone capabilities, and we're hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz with more than 30 mine-laying ships. We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait. Some countries get much more. Japan gets 95%. China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us. Iran has always used that as an economic weapon. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. Some countries where we have 45,000 soldiers, great soldiers, protecting them from harm's way. Well, would rather not get involved, sir. I said, for 40 years we're protecting you, and you don't want to get involved in something that is very minor. Very few shots going to be taken because they don't have many shots left. Pra, ndoqët, presidenti Trump ka shpallur sukses të madh në luftën në Iran, çfarë po ndodh në realitet, a kemi një vërtet një sukses amerikano-izraelit në këtë luftë? Më 9 ditë e para, sekretari i parlamentit të Iranit tha, në 9 ditë Trumpi tha 10 herë lufta ka mbaruar. Por tani ka ndryshuar metodologjinë dhe thotë luftën sukses i madh, domethënë goditje të mëdha të gjitha dhe normale duhet jenë këto. Çfarë po ndodh në realitet gjinish dhe pastaj? Atëherë ne kemi thënë edhe ndoshta në diskutimin e fundit këtu kush ishin skenarët e mundshëm për mbylljen e luftës, dhe një nga skenarët ishte pikërisht kjo pjesë, një shpallje e njëanshme e fitores. Ashtu sikur se kemi diskutuar dhe unë qëndroj njëjtit mendim që këtu nuk ka humbës kuptimin klasik që Irani të mbyllë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo e kundërta, nuk ndodh. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara janë një fuqi globale shumë e madhe. Çështja është që objektivat që vendosen Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk u arrin. Dhe për Iranin, edhe nëse shkatron gjithë Iranin, gjithë infrastrukturën, naftën, ushtrinë, mjafton mos ndrosh regjimin dhe Irani e konsideron fitore këtë pjesë. Tani, çfarë po ndodh eksaktësisht? Ndërkohë që ne po flasim dhe njëra palë shpall fitoren, pala tjetër, Larijani, për shembull, që është një nga figurat qendrore të iranianëve këto kohë, thotë lufta do vazhdojë dhe luftën do ta mbyllim ne. Dhe nuk pranojnë bisedime direkte ose mbylljen e luftës me një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa pas palë të treta, dhe këtu nuk kuptohet qoftë Rusia, qoftë Kina. Du një lloj Rusia. Jo, Kina unë mendoj më përpara. Po, Rusia dhe Kina, sepse Kina ka më shumë interese ekonomike. Megjithatë, ajo që më bën përshtypje mua, zoti Rakipi, është çështja e Hormuzit, sepse gjithë përplasjet tashin po mbyllet tek Hormuzi. Çfarë po ndodh me Hormuzin? Domethënë, janë 7.7 miliardë. E kam pyetje këtë unë. Po kjo është kryesore. Kemi parë presidentin që thot fituam luftën, pastaj bën thirrje botës që ndihmoj për hapjen e ngushticës së Hormuzit. Po, ka thirrë botën në ndihmë që të hapet ngushtica, madje tha që dështimi në sigurimin e ngushticës së Hormuzit do të jetë shumë keq për të ardhmen e NATO-s. Domethënë kërcënoi në mënyrë indirekte edhe NATO-n. Do vazhdoj këtë pjesë. Vazhdoj bashkë. Aleanca e Hormuzit që ftoi presidenti Trump deri tani është një aleancë komplet e dështuar, sepse
ai bëri thirrje BE-s, Azis, vendeve të gatishme dhe asnjë shtet nuk është përgjigjur deri tani. Asnjë shtet. Fare. Megjithse në deklaratën e tij që sapo ndoqën, presidenti Trump thotë që ka shtete, nuk ka asnjë. Jo vetëm kaq, po BE-ja doli me një qëndrim teknik, shumë më tepër se politik, që çlirimi dhe siguria e Hormuzit është i pamundur teknikisht, sepse duhen, sipas ekspertëve gjerman, ushtarak, duhen 50 anije lufte për të siguruar 3 cisterna. Ndërkohë që aty kalojnë 100 cisterna në ditë. Pra është krejtësisht e pamundur nga ana teknike. E dyta, aleanca që bëri Bashkimi Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të menaxhuar detin e Kuq në përplasje me Houthët dështoi gjithashtu. Është e pamundur teknikisht të arrihet. E dyta, ajo që është e rëndësishme është kjo, do thoja unë, që presidenti Trump, nga një njeri i cili deri dje kritikonte vendet anëtare të NATO-s, kritikonte Unionin Evropian, kryesisht për politikat monetare, por jo vetëm, tani BE-ja dhe NATO po refuzojnë qëndrimin e presidentit Trump. Unë mendoj që ky është momenti më i vështirë i presidentit Trump. Madje kishte një shkrim Foreign Policy para disa ditësh dhe thonte politika jashtme e presidentit Trump, të cilën administratën e cilës ai cilësonte më të dobët në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra politika jashtme e presidentit Trump dhe lufta në Iran mund të nxjisë rënien e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Situata faktikisht e Shtetit Bashkuar të Amerikës me aleatat e saj është pothuajse e ngjashme me luftën e Irakut kur presidenti ishte Bushi. Megjithëse atëherë paktën mori mbështetjen e Britanisë, sot doli Britania nuk e jep mbështetjen, deri tani nuk ka asnjë shtet, ndërkohë që pakënaqësia brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës është rritur, një poll i djeshëm tregonte shifra shumë më të thella për pakënaqësinë, 73% amerikanëve janë kundër luftës në Iran, kështu që mendoj që presidenti Trump në të gjithë analizat, me gjithë dëshirën tonë për aleatët tanë të fortë, zoti Nazarko, politika e tij nuk e ka forcuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është futur në një kolaps që me presionin e specialistëve ushtarak të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që duan patjetër të gjejnë një rrugë dalje, problemi i madh është se si do jetë rrugë dalja. Shtetet e Bashkuara nuk mund të dalin nga ky konflikt i humbur totalisht. Dhe ky është problemi më i madh. E dyta, në momentet që ne flasim, kanë dështuar intelektutorët ndërmjetëm, Turqia, Rusia, Kina, Omani, vendet e rajonit, dhe vendet e rajonit po i drejtohen për herë të parë sot dhe dje direkt Iranit, për të bërë një marrëveshje të paqe në të mirën e të gjithë rajonit. Ndërkohë që kanali 12 izraelit, para se të vinë në emision, tregonte se Witkoff dhe Irakxhi, ministri i jashtëm i Iranit, kanë filluar komunikimet e tyre për të diskutuar për gjetjen një formule për vendosjen e paqes. Nuk lidhet direkt me këtë, por mbi rrezikun e perceptimit luftës, për herë të parë është goditur nga Irani centrali Dimona. Domethënë lufta Irani, garda republikane është ashtu siç e kemi thënë dhe siç e parashikuam, është shumë e ashpër, ka kërcënuar, nuk ditë të tërhiqet. Në qoftë se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli do godasin rafineritë e naftës dhe Harajin, këto do godasin rafineritë e naftës të gjithë rajonit, interesat e kompanive amerikane në të gjithë rajonin, por dhe objektiva strategjik në brenda Izraelit. Dhe Dimona ishte një problem shumë i madh dje dhe ka krijuar një alarm shumë të madh. Kështu që mendoj që lufta nuk do zgjasë siç thonë 4 javë, 6 javë, dhe gjithë kleçka është se si do zgjidhet çështja e Hormuzit. Kleçka, pra sekreti tu ati dhe gjithë kthembra e akilit tu ati është kanali i Hormuzit. Që duhet të jetë një marrëveshje më e madhe. Është kanali i marrëveshje më e madhe dhe një përfshirëse. po tani gjeta ka dalë nga harku, duket.